Kur u themelua Izraeli? Në vitin 1948. Por si? Pra, cilet janë kushtet e nevojshme për shtetin? Gjuha, flamull dhe sigurisht toka. Toka në të cilën ndodhet tani Izraeli është shndruar në një burg të hapur. Njerëzit dhunshëm i dëvon nga shtëpit, të rritë pas një arsye i mban në përbugje, mijëra civili ka vrarë. Gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit i bombardoi shtëpitë dhe rrugët. Fëmijët i mbyllin në përkafallë. Jo, sigurisht që Izraeli këtë nuk ja ka vërë popullatës së tij, por palestinezëve, sepse ky vend i pushtuar fillimisht ishte një shtet palestinez. Por si arriti ai këtu? Izraeli nuk mund të arrinte këtë i vetëm, sepse ku do të gjente tokë për të krijuar shtetin e tij dhe kush do t'i jepte. Për ta kuptuar këtë, duhet të kthehemi në vitet 1890 dhe të hapim aplikacionin Google Maps. Ups, harova fare që e kanë larguar Palestinën që këndej. Por mos u shqetësoni, unë kam hartën time. Mund të themi se gjithçka fillon në Kongresin e parë sionist në Zvicër, në vitin 1879, me librin Shteti Hebre të gazetarit Theodor Herzl, ku parashikohet krijimi i një adheu hebre. Në të njëjtën kohë fillojnë emigrimet e para kryesisht nga Evropa. Duke filluar nga viti 1516, madje edhe gjatë luftës së parë botërore, Palestina dhe rrethina e saj ishin në sundimin osman, ku antarët e tre feve jetonin së bashku edhe në paqe. Derisa në vitin 1917, Anglia kushtoi gjithë rajonin dhe nxori deklaratën e Balforit, duke deklaruar mbështetjen e saj për krijimin e një shtëpie kombëtare hebreje në Palestinë. Kjo ishte një shtysë e madhe për lëvizjen sioniste. Emigrimi u zhvillua vazhdimisht dhe me shpejtësi. Pas luftës së parë botërore, Anglia mori Palestinën si mandat nga lidhja e kombeve dhe vetëm pak vite më vonë, 11% e popullsisë së përgjithshme të Palestinës përbëhej nga hebrejtë e sapoardhur. Në vitin 1937, në Angli u propozua që ky rajon të ndahet midis dy shteteve, një shteti arab dhe një shteti hebrej. Përsa në vitin 1947, jurisdiksioni u kalua kombeve të bashkuara. Hebrejnë përbënin 1/3 e popullsisë atë vit. Megjithatë, vetëm 6% e tokës ishte në duart e tyre. Pas luftës së dytë botërore, OKB-ja propozoi një ndarje sipas së cilës 56 presë 47% e Palestinës do t'i takonte shtetit hebrej dhe 43 presë 53% shtetit arab. Jerusalemi do të ishte nën administrimin ndërkombëtar. Dhe pastaj erdhi ajo ditë, Nakba, që në përkthim do të thotë katastrofë. Më 14 maj të vitit 1948, në orën 16, në Tel Aviv u shpall themelimi i shtetit të Izraelit. Në këtë ditë përkujtohet edhe spastrimi etnik i Palestinës, i organizuar nga forcat kombëtare hebraike në fshatrat arabe. 700.000 palestinesë u detyruan të lënë shtëpitë dhe tokat e tyre. Viti 1967 mbahet mend për luftën 6 ditore, e cila ndryshoi hartën e Palestinës në vetëm 6 ditë. Sipas të dhënave të OKB-s, në këtë luftë u bën refugjat edhe 500.000 palestinesë të tjerë. Në vitet që pasuan, palestinezët të pamundur për të duruar represionin izraelit nisën iftidadën e parë në vitin 1987, një të ashtuquar lëvizje popullore në gjithë vendin që do të zgjaste deri në vitin 1993 me mijëra të vrarë. Dhe përderisa represioni vazhdoi, iftidada e dytë u zhvillua në vitin 2000. Gjatë vitit 2002, qytetet palestineze u sulmuan shpesh, u shkëputën nga njëra tjetra, u rrethuan dhe u vendosën në shtetërrethim për një periudhë të gjatë kohore. Edhe pse Izraeli u tërhoqi nga Gaza dhe disa pjesë të bregut perëndimor në vitin 2006, ai filloi të bllokojë Gazën nga deti, toka dhe ajri. Po atë vit, në zgjedhjet e përgjithshme në Palestinë, Hamasi fitoi shumicën e votave dhe mori kontrollin e ripit të Gazës. Kjo çoi në krijimin e dy administratave të veçanta në territoret palestineze. Gaza në kontrollin e Hamasit dhe bregu perëndimor në kontrollin e autoritetit kombëtar palestinez. Dhe më pas pati sulme të përsëritura. Ndërkohë, sikur të mos mjaftonte gjithë kjo. Në vitin 2017, presidenti amerikan Trump njohu zyrtarisht përpjekjen e kahershme të Izraelit për të shpallur Jerusalemin dhe qytetin. Sot, Izraeli pushton 85% të tokës palestineze dhe krijimi i Izraelit kushtoi dhjetra mijëra jetë, miliona njerëz të shpërmbulur, dëme materiale të pallogaritshme, ëndrat të panumërta të paplotësuara të fëmijëve, lirinë e vetë popullit palestinez. Me pak fjalë, ky nuk është një konflikt, ky është një okupim. Dhe tani mund të vendosni vetë se kush është i pushtuar dhe kush është okupatori.